Sfida e parë na tregon një prallë dhe unë kam treguar prallën më të bukur sot për sot. Juli, lëshoj flokët. O zemra, po çat lëshoj, unë 2 fije kam. Po shko prate me zosi andër. Na ishte një herë një kohë një vajzë që kishte vetëm 2 fije flokë dhe shumë ëndra. Një vendim i vogël do ndryshonte gjithçka. Ajo nis drejt me zosi ëndër, aty ku shndrimet nuk ndodhin me nxitim, por me kujdes. Extensions me keratin, të vendosura një nga një, të padukshme në rënjë dhe të lehta në lëvizje, ashtu si princesha e tjera. Krija ishte e qetë, pothuaj ceremoniale. Çdo kalim i furçës i jepte flokëve formë, peshë dhe rrjedh natyrale, sikur po zgjonte një histori të fjetur. Pastaj erdhi make-upi, një smokey eye i ndërtuar me durim, jo për të rrethuar vështrimin, po për t'i dhënë thellësi dhe forcë. Kur ajo u ngrit nga karrigja, nuk kishte më nevojë për fjalë. Përralla ishte shkruar, tashmë ajo ishte gati për të marrë princin me kështjellën e saj të bukur. E po je për tamam si Rapunzel për zotën të flokët. Tani, po që do i lëshoj Ti flokët. kanë qa.